Në një fshat të vogël, mes maleve e rrugëve të ngushta me plorë, jetonte një nën e moshuar. Ishte grua e urtë, me shami të barë në kokë, duar të qara nga puna dhe sy që gjithmonë qeshnin për fëmijët, edhe kur zemra i qante. Zoti ja kishte falur 3 djemë. Kur i lindi të parin tha, veç inshallah marrit Zoti me nafak e me fytyrë të bardhë. Por jeta nuk ishte e lehtë për këtë nën. Burri i vdiq herët, një dimër të acartë, kur djemt ende me zja thërisin babë. Ajo mbeti vetëm me 3 fëmijët e vegjël, në një shtëpi të vjetër dhe shumë hallë mbi supe. Kjo nën e cila u ballafaqua me varfëri të madhe, u mundua të qëndroj afër djemve të saj përkundër mungesës së burrit të saj dhe mbështetjes ekonomike. Njerëzit e fshatit i thoshin, je ende e re, martohu prap, mos e çoj jetën vetëm, por ajo tonte kokën, jo bre, unë i kam jetim këta, nuk dua me ja pru dikë mbi krye, veç këta i kam, dhe ashtu nisi ballafaqimi i saj me jetën. Në mëngjes qohej para sabahut, e ndiste sobën me drum, u bënte buk djemve, u alante rrobat me dorë në ujë të ftoftë, pastaj dilte në arë, punonte si burr, mbelte, korte, barte dru në shpinë, e në mbrëmje kthehej e lodhur, për prapë buzëqeshur para fëmijëve. Shpesh herë nuk hante vetëm që ata të ngopeshin. Kur djali i vogël kërkonte këpucë të reja për shkollë, ajo shiste pulat. Kur tjetri donte libra, ajo hiqte dorë nga ilaçet e saj. Kur më i madhi donte të vazhdonte shkollën në qytet, ajo e hoqi unazën e martesës dhe e shiti fshehur azi. Po kur nuk u atërgoi djemve sakrificën. Veç mësoni Brenanës, se dituria nuk ju lë në rrugë, u thoshte gjithmonë kjo nën. Djemt të rritën, u bën burra, njëri shkoi jashtë shtetit, tjetri hapi biznes, e treti ndërtoi shtëpi të madhe me kate. Nana i shikonte me krenari. Falë Zotit, nuk ma uli kokën asnjëri, thoshte nëna. Kur martoheshin, ajo i priste nuset me zemër të bardhë. Hyni me haj në këtë shtëpi, u thoshte nëna e gëzuar. U ruante fëmijët, u bënte bukën, u pastronte shtëpinë, edhe pse trupi nuk i mbante më. Por vitet nuk falin. Shpina filloi të kërruset, gjonjët nuk i mbanin më, syt ju dobësuan. Natën kollite shumë, por mundohej mos me dëgju askush. Një ditë, teksa po pinin kafe 3 vëllezërit, filluan bisedën që asnjë nën nuk do e dëshironte. Po nana s'po mojka ma vetëm, tha njëri. Po as unë s'kam kohë më marr, ja ktheu tjetri. Gruaja po thot se po lodhët shumë, foli i treti. Heshtje. Pastaj më i madhi tha ngadalë, a mos ish ma mirë me çu në shtëpi të pleqve, atje kanë kujdes, e i rinë gati nanës. Fjalët ranë si thikë. Nana ishte në dhomën tjetër, i dëgjoi të gjitha. Zemra i coptua, por nuk nxori zë. Vetëm uli kryt dhe i ranë lotët mbi duart e rudhëra. Atë natë nuk fjeti fare. Preku murët e shtëpisë ku kishte rritur fëmijët. Shikoi fotografitë e tyre ku ishin të vegjël. Preku këmishat e vjetra që ende i ruante në ark dhe çau në hishtje. Pas disa ditësh, djemt e thirrën nanën në darkë, pra të bëhet bashkë dhe të flasin diçka. I e kallëzuan historinë që ata s'po mujnë më minet nanës gati, u ankuan për punë, për angazhime e kështu me radhë. Nana prap qajti pa za. Kështu fjeti përsëri e mërzitur, e thyer shpirtnisht. Dhe kështu, pas disa ditësh e morën. I fotën disa rroba në një çantë e vogël, ajo mori vetëm një fotografi familjare dhe një partë spit të vjetër. Kur doli nga shtëpia, u kthye edhe një herë ka oborri. Aty ku dikur dëgjoheshin zërat. Nan. Aty ku ajo vrapante me bukë në dorë pas tyre. Por tash oborri ishte i heshtur.
Në shtëpinë e pleqve u bo si hije. Rinte pranë dritarës gjithë ditën. Sa herë hapej dera, zemra i rrete fort. Mbase erdhi njëri djalë me mpa, por shpesh nuk vente askush. Punëtorët e donin shumë, ishte e urtë, nuk ankohej, veç pyeste: "A thuja mirë djemtë mi?" Një ditë një infirmiere e pyeti nënën: "A je hidhëruar me ta? A je buzëqesh me lot në sy?" "Jo, më i bi, nona nuk hidhnohet me fëmijët." Zemra nonës veç digjet në heshtje. Ditët kalonin, telefonatat u ralluan, vizitat edhe më shumë ralluan. Ndonjëherë rinte pa gjumë gjithë natën, duke shikuar fotografinë e tradimeve të vegjël. E ledhatonte me dorë dhe përshpëriste: "Ku m'ju ka humba ajo koha kur flenit në preherin tem?" Një natë dimri bora kishte mbuluar gjithçka jashtë. Nona nuk u ngrit për darkë. Kur infermierja hyri në dhomë, e gjeti të shtrirë, me fotografinë e gjoks dhe të spe në dorë. Kishte ndërruar jetë. Në fytyrë i duke një buzëqeshje e lehtë, sikur më në fund ishte çliruar nga malli. Kur erdhën djemt, filluan të qanin me zë, por ishte vonë, ama shumë vonë. Në komodinën pranë shtratit ishte një letër: "Bijtë e nanës, unë ju kam qëndru ta njëjtën bashkë. Ju kam rrit me djes, me lëtë e me lutje. Nashta jam plak e ju jam babar, por kur mos harroni, një ditë edhe ju keni mu plak. Mos i leni prindit me prit të dera një fjalë a një përqafim. Se zemra nanës nuk lyp pare, as shtëpi të madhe, veç pak dashni." Atë ditë, tre burra që mendonin se ishin bërë të fortë, u thyen si fëmijë të vegjël, sepse kuptuan një gjë, por shumë vonë. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa m'ia thy zemrën nanës, asaj nane që u kujdes ta njëjtën për ty.